arsyetimi është më të vërtet të në vëzër vërtet shumë i natëm. Nga se aftësia e njerit, që më në këtë regull mirë, aftësia e njerit për të arsyetu të regon edhe nivelin e pjekuristi. Njeri sa ma i pjekun që është, ma shumë arsyetan. Sa ma i nëzituar që është, do nëzitan, nuk ka sabër, nuk i macet, nuk arsyetan. Po amër e di këpse e ban këtë bërë, po amër e kësër për këtë, ka dale. Do të me arsu njerës. Nëse ka pas këtë qëllim, nëse ka qenë këtë qëllim, nëse s'ka qenë kjo, me arsutu njerës. Nëse nuk ka arsyetan, dhe i akuzon njerëz ose reagon, atëherë kjo tregon mungesën e pjekurisë. Sikur që e ka thonë edhe Omeri radhiyallahu ta'ala, nëse njerëzit më të pjekur, më të mençur, janë ata që kanë aftësi me i arsyetu njerëzit. Kjo nuk është naivitet të ndërgëzon, po është me gjetë atë, me thonë, pjesën më të lehtë dhe më të mundshme për të arsyetu njerin, para se me gjykuar atë.